Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka zbardhur një rast të rënd korrupsioni në Policinë Rrugore të Tiranës, ku janë përfshirë 3 zyrtar të saj. Bëhet fjalë për shefin e Komisariatit Rrugor Oven Ceka, shefi i OPQ-s për aksidentet Sokol Novaku dhe oficerin Edison Tabaku. Ata akuzohen për korrupsion pasiv, pas dyshohet se kanë kërkuar një shumë prej 2.000 eurosh në këmbim të mos arrestimit të një drejtuesi mjeti që kishte shkaktuar një aksident me 5 plagosur në 16 prill. Sipas hetimeve të kryera nga BKH, pagesa kërkuar brenda një kohe të shkurtër dhe është dorëzuar nga familjarët të drejtuesit të mjetit tek një prej oficerëve të policisë. Kjo është vërtetuar me prova të siguruara gjatë hetimit, ndërsa gjatë kontrolleve janë sekuestruar edhe shuma të konsiderueshme parash 2.5 milion lekë dhe 26.000 euro. Oficeri Edison Tabaku është lënë në burg nga gjykata e posaçme, ndërkohë që ai ka mohuar akuzat pa dhënë deklarime të tjera. 2 zyrtarë të tjerë pritet të njihen me masën e sigurisë ditën e martë. Të 3 zyrtarët kanë mbajtur pozicione të rëndësishme në Policinë e Tiranës edhe më herët në qarqe të tjera.